Përshëndetje miqtë e mi, ju dhe ndjekës të kanalit Recetat e Mamit. Duke ju uruar festën e Sultan Nevruzit, të gjithë besimtarve Bektashi, të them të drejtën edhe unë që s'jam Bektashie, po të gjithë besimet besoj e festojnë. Gjithë festat janë të bukura dhe duhen festuar. Këto dallimet mes feve për mua janë kot. Ne festojmë çdo gjë. Mendova të bëj hashuren. E kam bërë disa herë. Thash, hajtë po e bëj dhe sot. Patjetër që do ta bëja, se unë bëj gjithmonë, por thash po ja u tregoj edhe për t'ju ardhur çik ndim. Këtu janë 400 gram grur. 400 gram grur unë i kam lënë me 2 litër ujë mbrëm në ujë gjithë natën. Në mëngjes, unë i kam vënë të zijin. As 20 minuta dhe kokra ka plasur, shikoni. Për ta bërë, pasi gruri ziu, për ta bërë shumë të shijshme, unë i kam hedhur 2 shkop kanell, 1 tas si ky, nuk janë shumë, rushi that, 1 boronice kuqe e tharë, ca fiq të thatë, 3-4, jo më shumë, 1 grusht me arra, brenda janë këto të gjitha, 2 shkopi kanell, dhe 1 gocë si kjo, me sheqer. Pasi këto janë të ziera të gjitha bashk, as 20 minuta nuk ka shkuar. Unë tani për një shije më të mirë dhe për të bërë lidhjen, si kjo gota këtu jo e mbushur plot, unë i hedh me qumësh 2 lugë çaj niseshte. E bën lidhjen miqtë e mi, gjithsesi kjo e bën lidhjen, jep shumë lezet. Bëhet me kremoze. Tani as 2 minuta, dhe direkt unë e heq dhe e hedh nëpër tasa. Ja miqtë e mi, ja filloi lidhja direkt. E ndjen dora. Është ëmbëlsirë thjesht. Nuk ka problem nëse ti nuk i ke gjithë këto përbërës. Njeriu sipas mundësive mund t'i hedhi. Mirë është, frutat e thata janë fantastike fare. Fiqt unë i kam bërë vetë, i kam tha në atë kohë dhe i përdor me shumë dashuri në ëmbëlsira që bëj. Kjo është hashuria miqtë e mi. E thjesht e shpejt dhe shumë e shëndetshme. Tani do ta hedh nëpër tasa. Me thënë të drejtën e Zotit, unë më shumë, prandaj kam bërë tenxhere të madhe, kjo ze 3 kg gjysmë, kjo tenxherja, unë më shumë do ta dhuroj. Një shoqes time që agjeron poshtë, një hallës time që e kam vetëm, vajzës, fëmijëve të mi. Është shumë dashuri të japësh. Gjyshja ime thoshte, lum kush jep. Është një thënie vjetër, më thonë të gjyshja, se në qoftë se ti prit me tepru gjë, ti kur nuk do japësh, kur nuk do falesh. Duhet me dhanë, Zoti ta kthen 10 fishin, lum kush e ka në zemër, me fal, me dhën. Është bukur, ndihesh mirë dhe për vete. Edhe njerëzit i gëzon, ëmbëlsirë nuk ka gjë më të bukur. E thjesht, nuk ka shumë shpenzime. Miqtë e mi, hashuria përfundoi. Ja. Në shpejt të shijshme dhe me shumë vlera. Gëzuar e vetëm festa e të mira paqen e familjes tuaja. Ju dua shumë faleminderit që vazhdoni akoma ndiqni recetat e mia.